Po ashtu çështja e hyrjes së burrave të huaja tek gratë, edhe nëse janë ato nga të afërmit e burrit, sot shumë njerëz janë treguar të pakujdesshëm në këtë çështje të rrezikshme. Disa gra nuk mbulohen para të afërmëve të burrit të tyre, si vllai apo xhaxhai i tij. Disa njerëz kanë sjell në shtëpinë e tyre burra të huaja dhe i kanë përzir me gratë e tyre me pretekstin se janë shok apo punëtor. Të tjerë kanë sjell gratë të huaja dhe i kanë futur në shtëpitë e tyre, hyjnë tek ato, përzihen me to dhe ndoshta shëndojnë vetëm me to, sikur të ishin nga mahremet e tyre. Kjo është shkelje asaj që Islami e ka ndaluar dhe një rrugë që çon në imoralitet dhe krim. Sjellja e burrave dhe grave të huaja në shtëpi dhe përzirja me to është shenjë mungesës së xhelozisë fetare, paksimit të turpit, sepse besimtari xhelos nuk pranon që të huajt të hyjnë në shtëpinë e tij dhe të përzihen me mahremet e tij. Besimtari xhelos nuk pranon që gruaja apo vajza e tij të hype vetme në një makinë që nuk e ka mahrem, dhe besimtari xhelos nuk pranon që në shtëpinë e tij të ketë një gruaj të huaj që ai përzihet me to si me mahremet e tij. Prandaj, kini frikë Allahun o robër të Allahut dhe ruhuni nga sherret e këtyre fitneve. Mos u mashtroni nga qytetërimi i rremt dhe imitimi i verbër që të ushtyjnë drejt këtyre çështjeve të rrezikshme, e kështu t'i shkatroni shtëpitë tuaja me duart tuaja dhe me duart e armiqve tuaj pa e kuptuar.